Me këtë ne kemi arritë që t'i kursejmë 8 milion që në vitin e parë të implementimit për kompani në operim. Në 1 shtator 2022, bazu në marrëveshjen e ratifikuar në kuvend e të arritun mes qeverive tona të Shqipërisë, në po të njëjtin vit, ne kemi filluar me zhdoganimin në portin e Durrësit dhe Porto Romano. Çfarë do të thotë kjo? Që prej atëherë ne kemi filluar një sasi të madhe të dërgesave, qoftë në import, qoftë në eksport, me i largu prej atyne barës pagesave që i kanë bërë. Përveç sajna, ne kemi arritë që edhe me Agjencion Ushqimit Veterinës, së bashku me neve të jenë prezent në këto porte, edhe kemi arritë që edhe kontrollin e procedurat që i bën Shqipëria për mallën tranzit të hekim fare, e kemi shkurtuar dukshëm kohën për kompanitë që operojnë përmes kësaj linje, qoftë në eksport, qoftë në import. Me këtë ne kemi arritë që t'i kursejmë 8 milion që në vitin e parë të implementimit për kompani në operim. Masi e përmeni Shqipnin, po du me ndo me juve dhanën, grafikën cilën e kemi qitë për dhanave doganës të rritjes së importit nga Shqipëria edhe të ulljes nga Serbia, që ne arritur e juja, po e arritur e jona përgjësi që ka ndodhë është rritja e importit të produkteve prej Shqipënisë, që ndër vite është u rritë. Qysh e komenton që te, edhe ulljen e importeve prej 2022-ës. Interesant, prej që ati momenti që e përmende, ma kujtove që në 2022-ën në Sërbi kemi pas hyrjet madhet mallrave, për në janë 2024-ën kemi ramje. Çkafit ja atribon agron që të ramje të produkteve nga Serbia. Edhe pse kjo është pyetje për te drejtorit doganave, po çush mund të na shpjegoj që ka kaq shumë ramje të importit prej Serbisë? Në fakt, ajo që elaborova është rast unik që kemi arrit ne me doganën e Shqipërisë, bazuar marrëveshjen që kanë bërë qeverit tona e që ka para pa shumë lehtësira sa i përket shkëmbimeve tregtare. Një prej arsyeve pse ka ndodhë rritja edhe porti që në vitin e parë, porti i Durrësit është rritë me 20%, ma shumë se sa një vit ma herët.